Gati për qumështorin të së bashku do t'i lexojmë produktet që na duhen për përgatitjen e kësaj recete të ëmbël të traditës tonë. Janë dy variante në fakt, me petë edhe pa petë. Me petë, pa petë. Vazhdoj. Si të dëshironi ju. Receta është shumë e lehtë. Qumë është Pa petë. 1 litër e gjysëm, 200 gram sheqer, 2 lugë gjelle miell, 2 lugë gjelle niseshte, 6 kokra vezë, 1 buzëqin vanilje, 4-5 peta byreku të gatshme dhe po ashtu 1 e verdhë veze, si duket për të lyer pjesën e sipërme për të marrë atë ngjyrën e bukur të sheqerit. Qumështori me petë. Petët i kemi këtu, të buta, marrim 4-5 prej tyre. I lëm një herë sa të bëjmë këtë kremi këtu. Qumshin e kemi ngrohur. Qumshin e ngrohur. Vendos. Një tenxhere e voçkël. Edhe yndyrën. E largoj direkt që mos kem asgjë. Kam niseshte, po të duam në shtojmë edhe miell, pa tjetër. Po e lismë të kremin. Tani kjo do një tepsi të madhen. Ja po kam atje direkt, po. Shtoj. Ka mënyra të ndryshme të qumështorit. Me petë, pa petë, si të dëshironi ju. Si pas zonave, po edhe si pas dëshirave dhe mundësive. Se ndërsa të bëhet një masë kremoze, e plot, një afër me petët. Pra, i kushtojmë një herë kremit, sepse unë kremin dua që të më ftohet. Pra ndaj dhe, shtoj qumësht, e bollok. Aj sa ma më duhet dikut e 1 litër e gjys. Sot e pas kemi gjithë punën në uzhinë me të trazuar me telin, me qumshtin. Shtoj me të bardhën. Mas vanilje. Shtuam aromën e vaniljes. Niseshte. Gradualisht. Niseshtja, pavarësisht se shtuam edhe mielin, ndoshta e mban si më të butë. Patjetër. Kremin, gjithmonë kur e përdorim tek petët. E ulën nxehtësinë. I largojmë, na duhet më niseshte i do. Tani vezët i bie të hidhen të gjitha? Okej, të qumshi që është më me pak temperaturë. Bëjmë rrahjen e vezëve.
Pra ky qumë që kushtuam vezët nuk ishte aq i nxehtë sa Jo, ai prandaj tjetër dhe te lash. kremi. Pra s'ka nevojë, jo vezët i rahim veç, jo ande, jo këte, se përësisht s'ka nevojë. Është nxehtë, bën gjigj. Tani është momenti t'i bashkojmë, pasi vezët kanë marrë atë temperaturën e qumëshit të ngrohtë dhe vazhdojmë ta trazojmë derisa të plotësohet, të trashet, të rëndohet teli dhe të formohet kremi që duam. Që mos të prihet veza është problemi. Pra nuk harojmë, është me zona të ndryshme dhe unë që mos ngjilet hatri asë në lloj zone, shtova miell, niseshte. Po normalisht, në bazë të profesionit tim, bëj dhe unë ato ndërhyrjet e mia, të duhura që shkërmi njëra tjetrën. Se kjo gjithmonë më pëlqen që ta theksoj. Po, patjetër që edhe e përmirëson më mirë. Gjalpin, jep atë, dikush i tha njerëz që, a kjo është velvet, atë velvet që the, jep atë butësin, atë të mëndafsht, atë të katifenjtën. E shtojmë me masën e qumshit që unë e kam ngrohur, që e keni ngrohur më përpara, gjysmën e leni më vete, dhe gjysmën tjetër e shtoni këtu. Më parë vezët, nëse doni t'i rini veç, në të kundët i rini bashkë me qumshin dhe shtoni të dy masa derisa e shikoni që është plotësuar si krem. Shtoj pak temperaturën. Tani do merremi me pjesën tjetër, me petët, gjalpin. Kemi dhe një të verdh veze që do t'ja shtojmë në sipërfaqe. Po të duhet të jetë edhe mas e ftohtë. Nëse unë kam këto petët, ose dhe petën që ju keni bërë, nëse nuk rini këtë masën që të ftohet, ajo petë do të qahet. Nuk do bëhet pjekja e duhur poshtë. Prandaj dhe unë kam vendosur të bëj, vendos disa petë më tepër se kaq, duke shtuar pak yndyrë në tigan, që të marrin aromë. Gjalp, që të ketë aromë, sepse është ëmbëlsirë. Ja. Pa tjetër që tani gjalpi, të ëmblat janë pjesë e këtij muaji. Duhet të përgatisim pak trupin dhe pastaj të fillojmë të tresim ato ushqimet që do na shoqërojnë gjatë gjithë mesit të dhjetorit e tutje për festat. Rikthehemi në kuzhinën tonë të përfundojmë edhe qumështorin, fillimisht për ambisat cilat tani sapo hynë në shtëpi edhe janë duke na ndjekur. Le t'ju tregojmë pak produktet që na duhen për përgatitjen e një qumështori. Ky kremi ka dalë fantastik. Si mualebi. Fari pak përkuzuar, i një trajtshëm, velvet. Qumështor me petë, ju duhet qumësh 1,5 litër, 200 gram sheqer, 2 lugë miell, 2 lugë niseshte, 6 kokra vez, 1 pustin vanilje, 5 byreku të gatshme, nga ato të njomat, dhe 1 të verdh veze. Tani kemi përgatitur kremin dhe kanë ndjekur ambisat këtë proces. Vazhdojmë me fazat e fundit të recetës. Vendosim 2 petë tek tepsia ku do të gatuajmë, ku të pjekim qumështorin, duke i spërkatur me yndyrë. Edhe në gjalp që i jep dhe e ruan atë aromën. Dhe nëse shikoni, duket e kam lënë pak më tepër. Të rësohet. Po. Për aromë? Ja, po. Sërish vendos petë, sepse në furrë, ndërkohë kujtojmë që kemi pastiçën me bechamel. Edhe trazojmë vazhdimisht kremin sepse ai koset zë një cip
nga qëndrimi dhe nga yndyra. Në fakt, ky qumështori që është me petë, është më i mirë për ta, sepse zhiru priet më kollaj, është më... Vendos më tepër, një sekund, kemi dhe produkte të recetës, si të çka gatuaj më pas? Kemi në një sup, Kemi një sup me patate dhe lule lakër. Okej. Opa, u dogja. Është nxehtë. Kur them unë... Mendja. Atë... sheqeri. Tani e shtrojmë në këtë shtratin me petë të gjithë masën kremoze që përgatitëm dhe që është fiks për. Sigurisht në fund ajo ngjit pak, është normale. Ndoshta ne e eliminojmë, marrim vetëm pjesën kremit. Marr një lupë. Dhe... e përhapim në mënyrë të njëtrajtshme. Ajo zë vënd edhe vetë, se nuk... Dhe nga pjekja e shtimi i të verdhës së vezës, ne marrim atë ngjyrën e bukur, shkëlqimin. Gjë që do t'i japi tani edhe një butësi duke mbuluar me këto petët. Ka qenë e kam bërë si zarf. Ka qenë dikur këngë Bashkim Ali Balit, që thoshte, letrë më ke cu, më ke shkru atje në kufis, të pas kam haru që kur ishin fëmi. Nuk e kam haruar edhe unë, të lloj... Si që bënd të gjyshja, me që biseda sot është për gjyshet, ja. Një bised e ngrot, një shije në zarf, një shije në zarf, kur shkojnë në moshën time, të zarfët do t'i kujtoni shumë. Por jam e sigurt që dhe mua do më kujtoni shumë të punë. Edhe këtu jam e sigurt. Me që jemi të zarfët të kartolinat ato të shkruara tani, dhe ato e kanë humbur, megjithatë ka një lloj rikthimi. Ka. Gjithmonë do të rikthehemi tek tradita. Edhe në urim. Te këtu përfundon qumështori. Do ta vendosim tani të piqet. Në furrë. Direkt. Edhe pasticë, po ne... Dhe shumë më mirë është sepse bëhet në fillim poshtë dhe më pas të ndrojmë vende. Pozicionet. Pra, pasticëja dhe qumështori janë në proces pjekje,